Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë kremin pona. Në total do të përdorim 400 ml krem pona, por do ta marrim direkt nga frigoriferi. Vazhdojmë që të shtojmë brenda tek kremi pona 3 deri në 4 lugë gjelle me sheqer pluhur, në varësisht sa keni dëshirë që ta bëni të ëmbël. E rrahim me mikser për 3-4 minuta derisa të trashet kremi mirë. Tani pasi e kemi përzier mirë kremin pona, vazhdojmë që brenda të shtojmë 500 gram mascarpone. Mund të përdorni krem djathi nëse keni dëshirë, mund të përdorni edhe salt kosi, ajk ose shmant, cilën lloj që ju keni dëshirë. Vazhdojmë e rrahim me mikser edhe një herë derisa edhe mascarpone të bëhet bashkë me kremin pona. Pasi sigurohemi që kemi përzier edhe një herë mirë, vazhdojmë tani tek kremi të shtojmë 300 gram me biskota të bluara. Tani me kujdes me ndihmën e një luge, përzi mirë derisa i gjithë kremi na lidhet dhe të na bëhet bashkë me biskota. Pra kjo është kremi që po na nevojitet për këtë ëmbëlsirë, bëhet shumë lehtë dhe shpejt, është ideale për këto ditë të nxehta verore, sepse nuk kemi as zierje, por as pjekje të brumit. Kjo është një nga kërkesat më të mëdha që i mora nga ju, andaj vendosa ta sjell këtë ëmbëlsirë të përgatitur shpejt, lehtë, pa furrë, pa asgjë. Pasi sigurohemi që e kemi përzier mirë në të gjitha anët kremin, vazhdojmë tani me renditjen e ëmbëlsirës. Për këtë lloj të ëmbëlsirës, unë kam zgjedhur sot që të përdor brum të blerë të gatshëm, pra që të përgatisim një ide të një ëmbëlsire të lehtë dhe të shpejtë. Në pjatën, ku do ta shërbejmë ëmbëlsiren, dhe për t'ia dhënë formën, do të përdorim një rumbullak të tillë që ta mbajmë mirë ëmbëlsiren. Nëse nuk keni një kallëp të tillë, mund të përdorni një tepsi. Mund ta pjekni brumin edhe vetë në shtëpi. Tani do ta hapim një herë pak, derisa ta fusim brenda, dhe pasi e fusim brenda, e shtrëngojmë që të na bëhet në madhësinë e tepsisë. Tani do të marrim pak qumësht me çokoladë. Mund të përdorni edhe qumësht të thjeshtë, por me qumësht të çokoladës bëhet më e shijshme. Vazhdojmë që ta spërkasim sipër pak. Me ndihmën e lugës e përhapim qumshtin. Mos shoni shumë, që mos t'ju çullet shumë brumi. Pak sa të zbutet. Presim dikun 4 deri 5 sekonda, derisa brumi ta thithë tërë qumshtin. Pra po e vreni ka filluar që ta thithë më njëherë, do të presim pak, pastaj vazhdojmë me shton kremin. Tani, pasi brumi më është duke e thithur lëngun, vazhdojmë që sipër ta vendosim kremin që përgatitëm, duke e ndarë në 3 pjesë të barabarta. Kujdes, e përhapim mbi ëmbëlsirë. Dhe vazhdojmë tani kështu me radhë, duke e renditur brumin e dytë. Pasi e kemi renditur në të njëjtën mënyrë edhe rindin e dytë, vazhdojmë që ta shtojmë tani pjesën e tretë të brumit, duke e shtypur mirë me duar, që gjithçka të na ngjitet mirë. Tani do ta shtrëngojmë mirë. Përsëri e lagim edhe pjesën e lartme, por më pak, sepse do ta mbulojmë edhe me çokoladë. Tani e bëjmë gati lyerjen. Në njën shtojmë 100 gram me çokoladë. Tek çokolada do të shtojmë pak krem pona, diku preferuesisht 50 ml. E vendosim në zjarr të ulët dhe presim dal nga dal që çokolada të shkrihet tërësisht. Tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë sipër tër ëmbëlsirën me kujdes. Dhe tani, gjithçka që duhet bëjmë është që ta vendosim ëmbëlsirën në frigorifer, të shtrënguar dhe të tufet mirë. Sa më gjatë pushojnë, aq më të mira bëhen, por normalisht ju mjafton 2 deri në 4 orë
të shtrëngohet mirë dhe të vazhdojmë dhe ta shijojmë. Dhe pasi ka pushuar për disa ora ëmbëlsira, është gati edhe për të vazhduar dhe për të shërbyer. Unë nuk e kam dekoruar, thjesht kam shtuar disa biskota të bluara anësh, por gjithmonë dekorimin mund ta bëni sipas dëshirës së juaj. Tani vazhdojmë që ta prejmë një copë dhe ta shijojmë. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni këtë ëmbëlsirë të lehtë dhe të shpejtë, por me plot shije. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.